Radio Maria Kosovë, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Na dëgjoni në frekuencën 105.2 FM për rrafshin e Dugaxhinit, si dhe në frekuencën 107.4 FM për rrafshin e Kosovës. Po ashtu edhe në faqen tonë në internet www.radiomariakosove.org. Radio Maria Kosovë, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Qoftë e nderuar Jezu Krishti. Të dashur vëllezër dhe motra, të dashur besimtarë, përshëndes përzemërsisht komunitarin e shqiptarës sot, të dashur, të nderuar në Kristës, për ftesën që ma ka bërë. I përshëndes gjithë vëllezërit meshtar në Krishtin, bashkë vëllezërit e mi, motrat e ndjerit, Radio Maria, sepse nëpërmjet valeve të radios dëgjohet zëri i Zotit në shtëpinë tonë. Po dëshiroj ta veçoj në përshëndetje Don Muzheri, i cili ka qenë rektori i neve gjeneratës paraluftës, ku sot falë Zotit dhe edukimit e tij fillestar në shkollën e mesme, seminarin e Prizrenit, na ka edukuar dhe na ka formuar në ato kushte dhe rrethana shumë të vështira që ishin vitet 94-98. Janë disa ngjarje historike vëllezër dhe motra që na përsërin këtë vit. Ngjarja e parë ishte dhe mbetet 130 vjetori i pushtimit të kishës së zojës së Këshillit Mirë pajtores në Shqipëri, në Shkodër. Ngjarja e dytë historike e kishës është 180 vjetori i fillimit të martirizimit të Karadakut. Ngjarja e tretë është 107 vjetori i vdekjes së Anton Marjovićit. Dhe ngjarja e katërt, shumë e rëndësishme edhe pse kohët e fundit nuk është folme, por në fillim të vitit ka qenë 400 vjetori i lidhjes së arkiveçkut të Shkupit dhe të gjithë Kosovës, i Zot Pjetër Mundanit, një koles i kishës. Këto ngjarje janë shumë të rëndësishme. Edhe në aspektin shkencor duhet të flasim, sepse historia nëse nuk shkruhet, nuk mund të ruhet. Prandaj ne i kujtojmë, sepse mbesin të freskëta dhe pse kanë kaluar shumë vite në historinë e popullit tonë shqiptar, në historinë e kishës së ndërkohore, por edhe në gjenë. Prandaj është shumë e rëndësishme që t'i kujtojmë, edhe pse kanë kaluar mbi një shekull, t'i kujtojmë këto elemente, këto ngjarje, në mënyrë të veçantë kur flasim për martirët e Karadakut, ku ndodheni këtë vend, pikërisht falë gjakut të tyre, janë thirrje të shenjta, falë gjakut të tyre, feja jonë në zënë e Krishtit. Prandaj, kur ne kujtojmë etër tanë, ne e kujtojmë vetë vetën. Kur ne nërojmë të tjerët, ne nërojmë vetë vetën. Kur ne nërojmë edhe njerëzit tanë të familjes, ne kemi nërojmë vetë vetën. Sepse gjaku nuk është ujë, është dashni që buron nga një familje, është një dashni që buron nga një gjak i pastër. Prandaj Zoja kërkume krejt i din të ngjarje, sepse krejt të ngjarje të historisë popullit tonë, po dhe jetët tona sot që po fillojnë të ndiqin, ja kemi dorësuar Zojës bekume, që është nana ju shpirtërore. Sepse kur flasim në aspektin teorik shpirtëror të figurës Mariane, edhe hymë në thellën e Mariovićit, e figurës së saj të shenjtë e papërlyer, jo gjithmonë shkojmë në praktikën e jetës së saj konkrete, sepse nëse flasim nga teoria në praktikë,
është sikur një shkëm që ndan dy vende, ose një kundër që ndan dy fshatra. Ne jemi të rrëshmit e Zojës bekuar. Vërtet besojmë në figurën e saj, por sa jetojmë jetën e saj të ndershme, sa i përngjajmë në zemrës së saj të pastër. Këto janë një pyetje që une bashkë me ju duhet t'ja bëjmë me vetës, sepse na këtë dimë që çka thonë. Por kur shohim jetën praktike, e kemi shumë vështirë në realizu. E nana ju e dashur që është nana kishës, e me gjitha nana Krishtit, Zot shpëtimtarit i njerëzimit, duhet vërtet të ndjek në shembull e saj në urtësi dhe me dashuri. Zoja Mari, vllazër e motra, është krijesa me përsosur, me bukur as Zotit, e mbushur me çdo virtyt, është dërmjetësja e hirit të Zotit, është nëna ju e mirë, e drejt, prandaj ne lutemi si ndërmjetëse me të fuqishme që ne kemi. Pra, Zoja Mari mbetet pikë referimi për jetën tonë shpirtërore. Ai na mëson edhe si të lutemi. Ai na mëson si me qenë butë, si me qenë të dashur me të tjerë. Por me gjitha si të lutemi Zotit, edhe si të jemi më afër birit të saj Jezu Krishtit, Zotit tonë. Unë dëshiroj me bashkëndarë një pikë referimi çka është lutja për ne besimtarë. Sepse gjatë këtyre vishit do të jeni të pranishëm për me dëgju edhe pjesë të tjera të shkrimit shenjtë, edhe takimet e tjera shpirtërore, ku ju nëpërmjet fjalës së Zotit e kuptoni edhe ju prek zemra e fjalës së Krishtit. Por unë dëshiroj piknisjen të filloj me lutje, sepse na shpesh lutemi, por nuk hym në zemrën e lutjes. Lutja është bisedë me Zotin. Kur ne lutemi, ngritjet zemra dhe mendja drejt Zotit. Prandaj çdo gjë që e bëjmë, qoftë adhurimi, lavdërimi, falënderimi, për ulja para Tij, do të thotë që ne kemi nevojë të fitojmë hire prej lumicës. Prandaj është shumë e rëndësishme lutja jo si ne lutemi. Disa herë dhe që orientohemi në lutje, nuk i kemi dhe mendje, dhe jo gjithmonë kur lutemi, nuk lutemi sikur të parët tonë, dhe jo gjithmonë i kemi lutjet e vjetra. Por pavarësisht nga kjo, Zoti ndëgjon lutjet tona, sepse Zoti njeh botën tonë shpirtërore. Duke na njohur, ai na ndihmon me ditë mu lutë dhe mandje. Pse vllazër e motra ndodhin gjanat e kësia njerëzore? Po dhe në jetën tonë familjare të përditshme. Ndodhin sepse kanë humbur shijen e lutjes. Ma njerëzit nuk luten masë për përpara. Nenat nuk luteni masë për gjyshet tona. Ne priftat nuk luten ma së për në shtarën në tjetër. Së për ashtu do në drama, do në tjetër Berisha. Adgjës fishta, shumë bëllës të tjerë të fesë dhe të kombi. Ata ku nuk e kanë shumë rëzarën për durës dhe, ta unë ditën e gërë. I kanë bërë besimtarë për famëratë. E ne në shtarët dhe më thonë, ta në ditën rëzarë. Thënë me rëzarë që ty maksimum në ditë. I kryme dhe lutje që i kemi të bjume nga kisha, si në shtarët. Por nuk kemi masë të përpara të shenjë, në thjesht të bekuar. Por kjo nuk mjafton, sepse çdo i pakzu është i thirrur në jetën shekore. Ne më përflasim për meshtarin, është Krishti i hyjë tonë. Dhe ne duhet të kuptojmë shumë pikën referuese dhe themelore që është kjo. Nëse na di mu lutë, kanë në ditë dhe të tjere. Nëse na nuk di mu lutë dhe nuk lutemi,
kena me vërbu sinën e shpirtit tyre besimtarë, familjarët tyre, sepse kur nuk të të shojnë nuk e thonë rrallë. Pse zë e beku me quhet nana me bekuar e Zotit? Jo vetëm që ka zjedhë në njësë, por sepse ka dëshmu jetën në Zotit. Prandaj quhet me bekuar, sepse nga moment që edhe moshtëre edhe nuk e ka kuptu vullnetin e Zotit, prapë se prapë, aja deri në fund e ka kuptu vullnetin e Zotit. Edhe ne vazhë në mëta, kemi për të tyre, t'ju flasë si vla, jo si mështarë. Se asë një mështarë nuk ka linë mështarë. Një po mësane me thirën që Zotin e ka dhënë. Por pa lutje, nuk mund të ecim përpara, sepse vlerat më shnjohë, shoqërisë, të kishës, do t'i humbasin me gëllinën e kohës. I humbasin vetëm mungesë të lutjes. Në ato familje ku s'ka lutje, s'ka bekim Zotin. Në ato familje ku s'ka lutje, së rritët është në Zotit, sepse nuk e lajnë, apo nuk e lirujnë, me përësu lutja në atë familje. Më rritë hiri Zotit. Prandaj është shumë e cishtë, që të dim të lutën dhe të frasit të tjere të lutën. Lutja me e madhe, që i bëhet, është altë ju, që vetë Krishti ju ka mësuar zanzët vetë, dhe ju jep donatën e lutjes. Por edhe urhën në pjesën tjetër të mëgjinit, të të rëndëshuar dhe lutën, sepse lutja është ngushëllim i të krishterët. Pa lutje vllazër e motra, nuk mundemi të shpëtojmë shpirtrat ato. Pa lutje, nuk mund ketë pazë në zemrat tona. Pa lutje, nuk mund ketë harmoni në shoqërinë tonë. Pa lutje, nuk mund të ndalen kufsat. Pra është një zinxhir që neve e kemi obligim të kryjmë jetën. Prandaj të fillojmë të lutën. Asnjëherë nuk është vonë. T'ja dorëzojmë jetën tonë Zotit. Asnjëherë nuk është vonë t'ja dorëzojmë jetën Zotit bekuar. E me thonë Zoja bekuar. Banë që unë t'i përngjoj për te të zemërsate ashtu, së kur kam dëshirë t'i përngjoj zemrës në të zërë. I kemi pastaj gjithë me rënë një tani të Zojës Mari. Lutja në bashkën në Zotit, në forcën kundër të nimeve, kundër të kësijave, dhe në nëzit për mirën e përbashkë. Sepse, kur një person lutet, të tjerën afrohen rreth lutjes së tij. E marrin hirën e Zotit. Por nëse sot rruga kërkush nuk lutet, s'ka si me pas bekim. Në atë. Prandaj është shumë rëndësishme se ne të lutem edhe të nxisim të tjerë të lutemi së bashku. Kush din të lutet mirë, vllazër e motra, din të jeton mirë, din të jeton ndershëm. Kush nuk din të lutet mirë, nuk din të jeton ndershëm. Dhe mendoj që në fund të meditimit tem përgatitur, të shkoj të referoj të një fjallë të Shekneshës në nëstresën motra jonë, që është jekusisht edhe Sheknesha që botës. Ajo thotë, tregojo botësisht njerëzve, tregojo mirësinë në fytyrë, në sy, në bosqeshjen tonë, në grotësinë e bosqeshjes sate. Gjithnjë të kesh bosqeshje gazmore. Jepe jo vetëm kujdesi, por në zanë për të tjere. Sa në për vllazër e motra, shëna të rejzë motra jo, e cila piknisjet e thire se saj në jetër e shëgurëm Zotit, në jetër rëgutare, e ka njësë pikrisht e ke shëgnore të Zojës e Vitnicës. Kur në ka shëgurën më kësy në rrugën e Zotit, ashtë letë më bëj keshë, por më bëj mirë, ashtë vështirë. E pikrisht kërkohet angazhim, çdo njëri prej nesh, që nga sot, disa mbate të vogla që kemi pas, disa vese, t'ja dorëzojmë Zojës bekuar gjatë kësaj neshe. E të thëmë Zoja bekuar trashin
dorën tane. Na dëshirojmë të bëjmë si kërkej. Ki mundësi në pantelën e saj tani të bukur, me na polu, me na betu, me të shtin fare. A ki mundësi të lutëm zërë të me. Dhe nëse ne lutëm me gjithë zemë, me gjithë kapikat, zëra dhe kume ka me bëmë në kodin jetën e tonë të vazën tonë. Sepse e të bandave, a e do në drejt njerëzit. Sepse ka vënë djallin e vetë për drejt njerëzit. Pra, unë mendoj që zbashku me disa shembuj që ju i dini, edhe me disa gjëra ju të regova, që pa lutje nuk mund të bëjmë mund jetën tonë. Pra ndaj është rëndësishme që në përmjet lutjeve tona ta thrasim njërën e Zotit dhe bekimin e Zotit bekume që me dashurinë e saj jeta ju bekohet, duke pas gjithmonë pikë referimin Krishtin qërën e jetës. Dhe kur Krishti është gjithçka për jetën tonë, atër krejt tjera gjana që rinë pas vështërsitë e jetës, sfidat e jetës, krejt ka një vazën e mundë. Sepse jetën tonë, ne kemi të zhgundur Krishtin e jemi shoqëruar me dashurinë e Zotit. Ju uroj që këtë mendje të Zojës kushtuar kësaj nane qellore dhe të dashur për gjithë ti jetojmë në hirën e saj, dashurinë e saj. Dhe të mundohemi që ti vërtet dita ditës ti përgjaj zemrës së saj të postë. Qoftë e duar Jezu Krisht.